unë e thash që është shumë rëndësishme parandalimi, por në rastet më të këqija të paktën diagnostikimi i hershëm. Cilat janë metoda diagnostikuese të sëmundjeve të zemrës, të cilat si fillim i rekomandohet një pacientit? Përderisa deri tash patëm informacione që tingëllonin dramatike, kemi një lajm të mirë që shumica e sëmundjeve kardiovaskulare janë të parandalueshme, e shumë prej tyre janë të trajtueshme me sukses. Na në qendrën klinike universitare kemi të gjitha mundësitë për trajtimin, diagnostifikimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Tu fillu nga një vizitë thjesht të një kardiolog, të dhënat anamnestike për historinë e sëmundjes, për simptomet që ka pacienti, janë shumë të rëndësishme, pastaj nga metodat jo invazive që na ato që realizohen ma lehtë, një EKG, një eho e zemrës, janë shumë të rëndësishme dhe një standard i lartë për diagnozën e sëmundjeve të zemrës, e deri te format